Largimi I të rinjve vazhdon të mbetet një plagë e hapur për shoqërinë shqiptare. Shkaku kryesor, sipas qytetarëve, mbetet kërkimi për një jetë më të mirë dhe mundësi më të mira punësimi jashtë vendit. Fenomeni është bërë aq I dukshëm sa mjafton një vëzhgim I thjeshtë në rrugët e qytetit për të kuptuar se përqindja e të rinjve po zvogëlohet çdo ditë e më shumë. Pamjet e filmuara këtë të diel nga televizioni 6+1 Vlora e pasqyrojnë qartë këtë realitet. Në zonat më të frekuentuara të qytetit shihet një dominim I moshës së tretë, ndërsa të rinjt janë të paktë dhe pothuajse të padukshëm. Qytetarët shprehen se djemt, vajzat, por edhe niprit e mbesat I kanë emigrim të shpërndarë në vende të ndryshme të Evropës dhe më gjerë. Jo, larg janë. Janë vetëm në shtëpi. Vetëm. Kanë ikur gjithë, të rinjt kanë ikur gjithë andë, s'ka punë. Nuk I përkrajnë ta, nuk I duan. Nuk I do kjo qeveri, ata që janë të ditur. Mbarojnë shkollë atu dhe ikin andë, së gjemë vend punë e gjuna. Ju ku I keni fëmijët? Unë I kam jashtë, një në Itali, një në Gjermani. Janë mira. Kanë bërë universitetin, kanë kriju familjet e tyre. Por ne na kanë lënë vetëm ama. Kjo është fatkeqësi e këtij vendi. Si shikoni këtë situatë, ndoshta pas disa vitesh? Më pëlqen. Duhet ndodh një ndryshim I papart. Duhet të hapë një vend e punë të kthehen këtu. Duhet të kthehen këtu. Nëse do të ketë vend e punë. Po të ketë drejtim shteti, po patjetër, ky është vend Flori, kupton, Shqipëri, 365 ditë diell. Ku I gjendin, çini vend? Hajde vemi në Gjermani. Shkojmë në Hamburg. Ata kur del diell atje e kanë fest. Megjithatë, ka edhe nga ata familjarë që tregojnë se fëmijët e tyre kanë zgjedhur të qëndrojnë në vend mbas janë sistemuar në punë dhe kanë gjetur stabilitet brenda Shqipërisë. Sipas tyre, sfida mbetet krijimi I kushteve më të mira ekonomike dhe sociale që mund të frenojnë largimin masiv dhe të nxisin rikthimin e të rinjve. Tani mua më duket se ka një farë frenimi në largimin e të rinjve. Për dhe thirrjet që ka bërë Edi Rama për të marrë me biznese dhe me aktivitetet tjera, u ka kryuar edhe favore, ndihma. Ka mendimin që unë mendoj që është frenuar në krahasim me atë që ka qenë më para 2-3 vjetësh. Pra para 2-3 vjetësh ka qenë më theksuar. Më theksuar. Ju ku I keni fëmijët, niprit, mbesat? Unë dy fëmijët I kam këtu, një në Tiranë, një këtu në Vlorë, me funksione drejtuese. Pra janë të kënaqur. Janë të kënaqur. Një vajzë kam në Greqi. Punor me sakrifisë. Po, punor. Jo pak, punor me sakrifisë e kanë arrit me merit atje ku janë. Me punë të vullnetshme, me sakrifisë të madhe. Se situata tani është e vështirë, më tepër se është në arsim vajza, në drejtoresh, dhe po ngrit një brez për të ardhur keq. Familjet nuk punojnë familjet me fëmijë për të edukuar që të vejë, vetëm u plotësojnë teka. Nuk I thonë që ndalë, vërtet do I plotësosh ato një dëshirë, po dhe ti thuash, këtu se do rritë, siç janë fazat e siç kemi rritur dhe ne, ose ne që kemi rritur fëmijët tanë. Dhe për këtë periudhë mendoj që familja ka përgjegjësi më të madhe, pastaj edhe shkolla bashkërisht në unitet, sepse në rast se nuk bashkëpunojnë të dyja, nuk ka sukses. Fenomeni I emigrimit të rinisë mbetet një çështje shqetësuese, ndërkohë që qytetarët apelojnë për politika më të forta në mbështetje të punësimit dhe zhvillimit ekonomik, në mënyrë që Shqipëria të mos vazhdojë të humbas potencialin e saj më të çmuar, të rinjt.